Vele Tërpevski, të cilit kjo do të jetë mandati i dytë si ambasador në Shqipëri, pjesën përshëndetëse të fjalimit të tij e tha në gjuhën shqipe. Maqedonia dhe Shqipëria kanë bashkëpunim në çdo sferë, veçanërisht duke qenë se të dyja vendet angazhohen për antarësim në Bashkimin Evropian dhe kanë marrëdhënie tradicionalisht miqësore, tha ai. Како соседи немаме отворени прашања. Нормално соработката уште повеќе се продлабочи преку нашата заедничка интеграција кон Европската Унија, како и заедничкото членство во НАТО и соработката која што ја бележиме во овој дел. Дополнително важно е дека започнавме процес на заеднички владени седници. Тоа е еден процес кој што започна во 2017 година. Thellimi i marrëdhënieve politike dhe bashkëpunimi ekonomik, më pas forcimi i bashkëpunimit ndërparlamentar, mbajtja e komunikimit të rregullt me institucionet daneze, inicimi i takimeve në fusha që janë me interes të përbashkët për të dyja vendet, angazhimi i diasporës, janë pjesë e prioriteteve që i paraqiti ambasadori i ardhshëm i vendit në Mbretërinë e Danimarkës, Fadil Zenteli. Danimarka jep mbështetje për perspektivën evropiane të vendit, duke theksuar se zbatimi i reformave është me rëndësi kyçe për integrimin e mëtejshëm të vendit në BE. Qëndrimi zyrtar i Danimarkës është e shtetet aspirante për BE, të cilat kanë përmbushur kriteret e Kopenhagës, duhet të bëhen pjesë e BE-s. Nikola Blazhevski preç angazhimi i tij ardhshëm diplomatik në Ukrainë të jetë me shumë sfida, për shkak se ai vend përballet me agresionin rus dhe deri atëherë ai do të jetë ambasador jo rezident. Blazhevski thot se përveç avancimit të marrëdhënieve të ndërsjella, shumë e rëndësishme është të ndiqet edhe mënyra se si Ukraina do të afrojë antarësimin e saj në Bashkimin Evropian, veçanërisht për shkak të problemeve që ajo ka me pothuajse të gjithë fqinjtë e saj perëndimor, të cilët janë antarë të Bashkimit Evropian. Posebno ќе биде интересно да се следат и евентуалните модалитети кои Европската унија ќе ги предлага во процесот на интеграцијата на Украина во Унијата, а би се однесувало и на другите земји кандидати. Ќе биде интересно да се следи наистина оваа работа, бидејќи Украина со некои своји соседи има, можеби не отворени прашања, ама работи кои би биле можеби во одредени моменти спорни, би биле можеби злоупотребени. Përndryshe në pritje për t'u dërguar në përfaqësitë diplomatike janë 9 ambasador. Njëri prej tyre është ish-ministri për çështje europiane Orhan Murtezani, i cili pritet të shkojë si ambasador në selinë e NATO-s në Bruksel. Përfaqësues të rinj diplomatik vendi do të ketë edhe në Londër dhe Hag, ndërsa pritet të dërgohen edhe 2 përfaqësues të tjerë në konsulatat në Melbourne dhe Athinë.